A i keni këto pika në sy, zbuloni çfarë do të thotë për shëndetin tuaj. Ju mund të kuptoni shumë se si ndihet dikush duke ju parë në sy, por a e dini se edhe syt mund të thonë shumë për shëndetin e njeriut. Për shekuj me radhë, mjekët e kanë ditur se syri është trirja e sistemit nervor plot me mbaresa nervore ende inde që lidhen me të gjitha organet e trupit. Rëndësia e njollave në sy. Pra nëse syri jep informacion për shëndetin e dikujt, çfarë tregojnë këto pika? Na vjen keq? Kemi një lajm negativ. Të njohura edhe si njolla zgjebe, këto njolla të vogla të kuqe ose jeshile tregojnë praninë e toksinave në trup. Këto toksina zakonisht hyjnë në trup përmes ilaçeve dhe mjedisit. Si të kuptoni se cila zonë është prekur, varet se ku është shfaqur njolla. Doktor Bernard Jensen e bëri këtë hartë në mënyrë që të kuptoni se cila zonë ka problem. Për shembull, sipas hartës, pika në foto tregon se ka toksina në fshikës. Lajmi i mirë është se me kalimin e kohës, me mjekimin e dur, njolla do të kuret dhe përfundimisht do të zhduket. Por mos harroni të konsultoheni me mjekun tuaj. Nuk është keq të shikoni hartën për të kuptuar vetë se cila pjesë e trupit ka problem. Por si me çdo kusht mjekësor, është mirë të konsultoheni me një mjek përpara se të përpiqeni të zgjidhni vetë problemin.